Një lajm i trisht është mësuar së fundi pasi ka humbur betejën me sëmundjen e rënd Halil Kryeziu, i njohur gjatë luftës për përkrahjen e tij ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ngjarja e rënd u mësua nga reagime të ndryshme të bëra në rrjetet sociale, kryesisht nga familjarët e aktivistit, të cilët shkruajnë se Halili humbi betejën me sëmundjen e rënd. Përveç angazhimit të tij, ai njihej edhe si këngëtar folklorik, pasi për një periudhë të gjatë kohore ai dha kontribut në ruajtjen dhe promovimin e muzikës tradicionale shqiptare, aktivitete të ndryshme kulturore. Kryeziu do të mbahet mend si një figurë e përkushtuar ndaj çështjes kombëtare dhe traditës kulturore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.